Presidenti i SBA-s Donald Trump ka përzgjedhur general lejtnantin në pension Eric Wendt për postin e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Ky është propozimi i parë i administratës së Donald Trump për përfaqësuesin direkt të presidentit të SBA-s në vendin tonë pas rikthimit në zyrën ovale. Nominimi i Eric Wendt u bë publik nga Shtëpia e Bardhë dhe kandidatura e generalit pritet të shqyrtohet në Senatin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Eric Wendt nga Kalifornia të jetë ambasadori i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Shqipërisë, shkruhet në njoftimin për media nga Shtëpia e Bardhë. Duke pasur parasysh shumicën republikane në Senat, procesi për të përzgjedhurin e Trump për Shqipërinë duhet të ecë shpejt dhe generali Wendt ka shumë të ngjarë të konfirmohet si ambasadori i SBA-s në vendin tonë. Megjithatë, vonesa procedurale nuk mund të përjashtohet. Në shtator 2020, Trump e kishte propozuar për ambasador të SBA-s në Katar, por kandidatura e tij nuk u shqyrtua nga Senati përpara përfundimit të mandatit të Kongresit, duke mbetur pa vendim përfundimtar. Wendt tenton të kalojë në fushën e diplomacisë pas një karriere të shtrirë në 3 dekada dhe të profilit të lartë në strukturat ushtarake dhe të sigurisë kombëtare amerikane. Mbajtës i beretës së gjelbër, eksperienca e udhëheqjes së operacioneve speciale dhe ekspertiza në ndërtimin e koalicioneve, sipas ekspertëve, e bën generalin Wendt një përzgjedhje të mirë për të forcuar lidhjet e SBA-s me Shqipërinë si një aleat kyç të NATO-s në Ballkan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ambasador në Shqipëri që nga largimi i Jurikim në vitin 2023. Nominimi 2 herë radhazi për David Kostelançik nga ish presidenti Biden u rrëzua nga Senati i SBA-s. Aktualisht ambasada amerikane në Tiranë drejtohet nga e ngarkuara me punë Nancy Van Horn.